Presidenti Trump, i cili e trajtonte Netanyahu si një aleat të pakushtëzuar, thuhet se ka përshkruar atë në privatësi si të çmendur dhe ka sugjeruar publikisht se sulmet izraelite në Liban kanë shkuar shumë larg. Siç paralemroi teoricienti politik Hans Morgenthau, shumë kohë përpara këtij konflikti, në logjikën e real politikës, toleranca e një padroni nuk është kurrë e pakushtëzuar. Ajo kalibrohet sipas interesit dhe interesi tani po ndryshon dukshëm në Washington. Megjithatë, sipas gazetarit Jassim Al-Azawi, qëndrueshmëria e Netanyahut nuk është misterioze, ajo është strukturore. Ai ruan mbështetjen e klasës së donatorëve republikan, përfshir mega donatoren Miriam Adelson, një blok skifterash pro-izraelit në Senat dhe një ekosistem miqësor të komenteve të krahut të djathtë që e rrumbullakson çdo presion amerikan mbi Izraelin si tradhti. Dhe ky është mekanizmi përmes cilit Netanyahu mund ta zhbëjë kornizën e Iranit pa e refuzuar kurrë zyrtarisht atë.